Mirë, për rikthimi në studio të ndruar shikues, dhe në vazhdim flasim për një temë tjetër. Kemi folur më herët në të kaluarën, disa edicione të kaluara, apo jo profesor Mesaj Mbajmend, për pjesëmarrjen e Kosovës në kampionatin evropian të sigurisë kibernetike, edhe profesori si mentor i një grupi studentësh shkon atje edhe përfaqëson Kosovën në një kampionat që është goxha kështu i rëndësishëm edhe me prezencë të plot shtetëve, të shumë shteteve që e kanë jashtëzakonisht të zhvilluar këtë fushë. Profesori Blerim Reqa është këtu me ne edhe na tregon më shumë për përvojën e këtij viti. Mirëmëngjesi, profesor. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Si ishte kjo pjesëmarrje kësaj radhe, prof? A ishte Kosova në nivele dhe si u ndjeve me përfaqësimin tonë? Po, kjo është hera e dytë që ekipi Kosovës, Kosova Cyber Team, merr pjesë në kampionatin evropian. Vitin e kaluar ne pranuar antar mysafirën si guest country në këtë kampionat. Lejoni t'ju them për shikuesit tuaj që kjo është organizim zyrtar i Bashkimit Evropian, i Komisionit Evropian, organizuar nga Agjencia për Siguri Kibernetike të Bashkimit Evropian NISA dhe Kosova së bashku me Shqipërinë. Vitin e kaluar janë pranuar antar mysafir. Në këtë garë ende nuk janë Maqedonia nga rajoni, Malizi, Bosnia Hercegovina dhe janë tani pothuajse të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian dhe pashtu marrin pjesë edhe disa vende për të rritur më shumë, themi, garën aty, siç janë Amerika, Kanada, Australia, Costa Rica këtë vit, edhe vende të tjera jashtë ABE-s në grupin ashtu quajtur si guest countries. Kosova mori pjesë edhe këtë vit, ku kemi ndjekur udhëzimet nga ENISA që së pari të bëjmë shpalljen publike për nxënës dhe student. Ekipi Kosovës përfaqësohet në këtë garë nga 5 të rinj të moshës 16 dhe 20 vjet, që do të thonë nxënës të shkollave të mesme, dhe pastaj nga 5 të rinj tjerë të moshës 20 deri 25, që shumica prej tyre janë studentë. Këto janë rregullat e kampionatit. Po, këto janë rregullat e kampionatit, sepse ideja e Bashkimit Evropian është që këta të rinj që në moshë 3 të mësojnë edhe me rreziqet, po edhe me mbrojtjen kibernetike, të cilën pastaj këta të rinj duhet ta bëjnë në nivel të garës edhe nga qyteti, nga Republika dhe nga shteti, dhe këtu zgjidhen më të mirët e secilit vend. Në fakt, kjo është një kampionat i dijes i bazuar në teknologji, ngjashëm siç e kemi garat e PISA, siç e kemi garat e matematikës, vetëm se kjo është e bazuar direkt në teknologji, në fusha të ndryshme të sigurisë kibernetike, siç janë web security, siç janë reverse engineering, që janë kriptografia, që është stenografia, fusha të sigurisë, që ideja është që këta tri nesër të jenë pastaj kujdestar, të jenë mbrojtësit e parë në çfarë do betejë të secilit shtet, gjithsesi të Bashkimit Evropian, të fushës kibernetike të vendeve të Bashkimit Evropian. Shumë mirë. Kosova gjithmonë po shkëlqen jashtë më shumë se sa brenda. Nuk e di, po kemi këto përshtypje jo te PISA, do vemi në atë aspekt. Po për shembull, studentat që ndoshta nuk duken shumë suksesshëm në Kosovë, momentin që po vendosin me shku jashtë, po dallohen disi. Në këto gara si jemi? Se gara e ka atë presionin e vet, pak e di që është pak më problem. Që them drejtën, përgatitjet për këtë garë kanë filluar me 6 janar. Unë tani sapo ktheva bëna një rezume të përgatitjeve dhe kemi një histori të gjatë përgatitjeve këtë vit. Pra nga 6 janari kemi filluar shpalljen për aplikime, pastaj për zgjedhjen, trajnimet, workshopet mbrana, garat me ekipet e tjera. Këtë vit kemi rritur rrjedhëzimin ton, na kanë ndihmuar shumë shtete si Austria, Zvicra, nuk kemi bërë gara paraprakisht me të gjithë këta, dhe kemi pa që po mund t'ju afrohemi në këtë garë. Kemi pasur disa highlights ku kemi qenë jashtëzakonisht mirë. Në fillim të garës ka pas momente ku kemi qenë të tretit në garë, kemi arritur të zgjedhim disa detyra shumë shpejt prej garuesve të tjerë, mirë po gara është 8 orëshe. Diçka ngjashëm sikurse në Formula 1 ku në disa rrafë mund të jesh i pari, pastaj vinë të tjerët. Në rezultatin përfundimtar nuk kemi dalur mirë, kemi dalur nga fundi i tabelës. Por kjo as mua, as kolegët të tjerë, trenerët të tjerë, po edhe studentët nuk është dekurajuese. Për ndryshe, mendoj se është një mësim, është një shkollë e mirë, pak e edhët, por shkollë e mirë për të gjithë neve, që të reflektojmë, duke filluar prej ndoshta shkollave të mesme, plan programeve tona në universitet, punëve tona ditore, sepse gara thjesht është aty ku është teknologjia, ku janë problemet aktuale të teknologjisë dhe ne duhet të përgatisim studentët, nxënësit, studentët për këto probleme që i kanë në jetën e përditshme në teknologji. Detyrat që janë aty nuk janë detyra, themi, detyra abstrakte, por detyra shumë konkrete që kompanitë që i bën aty për aty, ti nuk e din çfarë tret apo në. Jo, detyrat përcaktohen nga një ekip i profesorëve që kanë caktuar Bashkimi Evropian, detyra nga komuniteti dhe edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, disa detyra nuk janë zgjidhur nga asnjë ekip.
as nga ekipet fituese të Italisë dhe Gjermanisë, që janë themi thuajse lider në këtë garë. Pra, detyrat janë në shkallë të ndryshme të vështirësisë dhe unë me kënaqësi them që disa detyra të lehta dhe të mesme kemi zgjidhur jashtëzakonisht shpejt, që kemi qenë për një kohë, si më thon, befasia e garës, po ashtu në ditën e dytë, gara organizohet në 2 ditë, dita e parë njëhet ashtu si Jeopardy, si me detyra, po që në gjuhën angleze challenges, nga fusha të ndryshme. Aty në fillim kemi qenë jashtëzakonisht mirë, po kur filloi të vështirësohen detyrat, kemi ngecë pak. Ndërsa në ditën e dytë është dita që njihet si sulm dhe mbrojtje, ku 39 ekipe, dhe tani duhet paramendoni madhësinë e garës, 39 ekipe, 39 shtete, me nga 10 anëtar, me një sallë të madhe të sportit, diçka si salla Nitatori, marrin pjesë, edhe tash të gjithë duhet edhe të sulmojnë të tjerët marrin pikë, po edhe të mbrohen nga të tjerët që mos humbin pikë, edhe njëjtën kohë serverët që na caktojnë, ti kemi tonë kohën online. Secili aty e sulmon secilin, a? Ti kemi bërë pikë, ti nëse ki nostalgji për në shtetë mundet mos më sulmu, po nuk merr pikë dhe ideja është të marrësh pikë, sepse shërbimet e njëjta, serverët e njëjtë ka secili shtet. Edhe mund t'ju them këtu, kemi pasur pashtu sukses, nga 5 shërbime, nga 5 server, ne kemi arriti hakojmë 4 nga tyre. Në fakt në njërin serveri që li ka mbetur për 4 orë pa hakuar, studenti junior nga ekipi i Kosovës ka arriti pari ta hakoj këto, ku kemi marrë një ashtu highlight dhe ka dalë emri Kosovës në ekranin e madh, që na ka bërë mundi mirë. Mirë, po tani pastaj kemi çaluar që ta automatizojmë procesin, se nuk është ideja vetëm ta sulmosh një ekip, po atë dobësi që ka themi ai shërbim ta sulmosh gjitha ekipet tjera. Tu tani kemi çalu që ka qenë për neve një mësim, një hint si duhet, çka duhet përmirësojmë për vitin tjetër, sepse gara organizohet edhe viteve tjera. Kjo është një kampionat i rregullt, a? Kjo është kampionat i rregullt, edhe marrin pjesë edhe marrin pjesë shtetet. Ndoshta veç me tregu si shkon procedura. Jo, se po bashkë me unol, si shkon procedura e procedjes. Për gjithë ata që merren pak me sport e din dallimin prej turnirit edhe kampionatit. Kampionatit sikur ky, së pari shteti duhet të organizojë garën në nivel të qytetit. Për shembull, një garues nga Gjermania së pari ka fituar garën në Bayern, në München. Tani mund të marrim me mend pak teknologjinë që zhvillohet në München, edhe themi teknologjinë që zhvillohet në Prishtinë. Fituesi nga Müncheni ka bërë garë pastaj në Republikën e vet, në Bayern. Fituesi nga Bayerni ka bërë garë me të gjithë fituesit e republikave tjera dhe këta tani e përfaqësojnë Gjermaninë. Pra një kompetencë, një konkurrencë jashtëzakonisht e madhe prej më të mirëve të qyteteve, shteteve dhe vendit e përfaqësojnë tani këtu Gjermaninë. Dhe në fakt ne këtu tani kemi nevojë shumë për ndihmë, kuptimin edhe sensibilizimit edhe të përkrajes nga institucionet, sepse rekrutimi nxënësve më të mirë, studentëve më të mirë doni përkraje të gjithëve, jo vetëm në shtat fakultetit ton, për cilën rast unë shfrytëzoj rastin ta shfrytëzoj Universitetin e Prishtinës, falenderoj fakultetin ton që na ka mbështet, themi me infrastrukturën për më ardhur këtu, por nuk mjafton vetëm Universiteti i Prishtinës. Ne tani do t'i marrim edhe nga universitetet tjera, edhe nga kolegje tjera, sepse këta e përfaqësojnë Kosovën atje. Ne atje pra nuk është ekipi i universitetit, është ekipi i Kosovës. Shumica kanë qenë nga Universiteti i Prishtinës, por ne përfaqësojmë Kosovën atje. Edhe te rasti Kosovës, se kemi të çfarë për shkakun te rasti i Gjermanisë, pak a shumë është një ekip i futbollit që i merr lojtar më të mirë që i ke kudo që i ke. Edhe brenda, edhe jashtë, në këtë rast nuk e dini se ju mund të shkoni edhe jashtë, po ta zëm te Kosova, çush po ja bëni me përzgjedhje ekipin? Sepse janë edhe djemt e vajzat e reja që janë sa 16-17 vjeçar. Po, ne kemi bërë shpalljen publike me 6 janar dhe kanë aplikuar 27 aplikantë, prej këtyre kemi zgjedh 25 sepse 2 nuk kanë plotësuar kushtet e moshës dhe nga këta 25 ne kemi bërë disa themi detyra. Dhe nga këto detyra, nga këto teste ne pastaj kemi zgjedhur 12 më të mirët me 2 lojtarë rezervë. Në mesin e tyre kemi pasur një 16 vjeçare nga shkolla Aleksandar Zhuvani në Podujev, Alia Restelica, një nxënëse e shkëlqyeshme, jashtëzakonisht premtuese. Edhe të tjerët e kemi zgjedhur shumica nga Universiteti i Prishtinës, kemi pas një student nga UBT-ja, një nga AB-ja, një nga shkolla të tjera nga Skënderaj, një student Blerëm Jasharin, jashtëzakonisht premtues. Por nuk mjafton vetëm kaq, ne duhet rrisim prurjet, sepse siguria kibernetike nuk është çështje vetëm me 20 studentëve. Ajo është çështje secilit prej neve. Dhe secili nëse ndodh një sulm, kemi një dobësi në softverin ton, ajo na afekton të gjithë neve, ne afekton institucionet, kompanitë, qytetarët. Prandaj unë këtu me të kjo pjesë e përzgjedhjes, a mundet me u bën një kampionat për shembull, nuk e di, i rregullt shtetëror mes shkollave të mesme dhe fakulteteve, në mënyrë që me pas një vazhdimsi edhe prej aty me i zgjedh më të mirët mandej. Po, por kjo don tani resurse shtesë dhe kjo është tani ajo ftesa ime. Krejt kjo që e kemi organizuar tani këto vite mbi 12 workshope kanë qenë punë vullnetare, tani nuk po them vetëm mia, po edhe kolegëve të trajnerëve tjerë, Kastrat Fetahaj dhe Bleremia Hiut. Keni parasysh tani kjo është një punë shtesë që duhet bëhet jashtë aktiviteteve që i bëjmë punën ditore.
Prandaj për këto kërkohet pak një mbështetje, një organizim, mbështetje institucionale. Të kemi Agjencinë për Siguri Kibernetike dhe atë merr një rol përfaqësimit të shtetit, po edhe të mbështetjes të garave. E gjitha ka shkuar më shumë në vullnetin e mirë, tonin edhe të shkollave, se sa me një përkraje institucionale. Prandaj këtu pres këtë mbështetjen. Ne duhet rrisim numrin e këtyre aplikantëve që të përzgjedhin më të mirët. Po ashtu, ne kemi bërë tani një draft plan me kolegët pasi jemi këtu nga Varshava e Polonisë, ku kemi identifikuar të metat tona dhe çka mund të përmirësohemi dhe padyshim vitin e ardhshëm do të organizojmë kampionatin e Kosovës, i cili do të jetë shumë përcaktues se kush do të përfaqësojë Kosovën. Por paraprakisht ne do të marrim pjesë në gara me vende të tjera. Kemi realizuar këtë vit jashtëzakonisht mirë bashkëpunime me shtetet të tjera dhe kemi marrë mbështetje prej shtetit të Austrisë për të marrë pjesë në njërin prej workshopeve kryesore që organizohet në Evropë në qershor të vitit të ardhshëm në Vjenë. Pastaj kemi marrë mbështetje nga ekipi i Zvicrës, do të kanë këtë platformën për gara, të na dhënë dispozicion prap edhe këtë vit neve. Kemi marrë mbështetje nga ekipi i Amerikës, nga profesori Joshua që të vizitoj Kosovën, ekipin e Kosovës do të mbajë një trajnim këto ditë këtu. Po ashtu nga trajneri italisë kemi marrë premtime se do të vizitoj ekipin tonë, do të mbajë një trajnim. Unë shpresoj që të arrim të sensibilizojmë në rend parë sponsorit dhe mbështetësit. Këtë vit kemi pasur mbështetës Luxdevin, agjencinë për ndihmë nga shteti Luksemburgut, edhe shumë sponsor tjerë, se ndoshta ju nuk e preferoni për politikat juaj më për vëname. Në raste të tilla shpejt edhe mundemi se po bëhet fjalë për shkencë për arsim. Leoni vetë për të shpejt i përmendë se nuk e harrej askënd, Raiffeisen Bank, Raiffeisen Tech, Nexio, një kompani nga Amerika që ka mbështet ekipin e Kosovës pa mendysh, pa asnjë hezitim. Në fakt, tregimi për këtë kompani nga Amerikës, Permissive Security, ka qenë i tillë se kemi shkruar në email, ata përndryshe dy punëtor të kësaj kompanisë nga Amerika, ishtë student tonë, edhe më shumë, punojnë për Permissive Security, edhe tregimi për mbështetjen e tyre ka qenë një email i shkruar në ora 3 pas dite, dhe një email i ardhur në ora 5 pas dite, në ora 17, po profesor ju mbështesim dërgona numrin e llogarisë ku duhet ju dërgojnë parë. Okej, sa mirë. Përderisa disa kompani në Kosovë kanë hezituar, disa kemi pasur pastaj diskutime, mirë po i falenderoj të gjithë me Danin, Netxion që përmenda më herët, Flosken Universitetin e Prishtinës për gjitha këtë mbështetje. Në fakt, unë mendoj që nuk është mbështetje vetëm për Kosova Cyber Team, është për Kosovën. Këta janë fëmijët e Kosovës, janë fëmijët tonë, edhe me shumë qefe, me shumë krenarie kemi përfaqësuar Kosovën, edhe në videon që tani kemi përndani ju me neve, ka qenë një momentet mburjes tona, kur e shohim ekipin e Kosovës, që tani kjo është një garë e dijes, kur të fëmijët tanë, studentë tanë shkojnë, ndezin laptopat aty, veshin trikon e Kosovës, ngrisin flamurin e Kosovës. Është një moment krenarie. Tani më Kosova nuk është vetëm me thonë fuqi punëtore, por tani e tregojmë flamurin e Kosovës në ekosistemin e teknologjisë. Detyrat që kemi zgjedhur këtë vit janë mbi 40% më shumë se vitin e kaluar, që vitin e kaluar mezi kemi zgjedhur 1, tani kemi zgjedhur 11 nga 27 detyrat, 4 nga 5 shërbimet e kemi hakuar. Na vim pak më përmirësu, sidomos teknikat e automatizimit, që besoj do të rregullojmë pak më shumë vitin e ardhshëm, por kjo është një eksperiencë shumë e mirë edhe për pjesëmarrësit edhe me pasi ku jem, është një farë lloj testi. Po mendoj unë, por cilat janë ndoshta përparësi tjera? Pse është kaq e rëndësishme kjo garë, domethënë kampionatin evropian sigurisë kibernetike për shtetet përfaqësuese, për shtetet pjesëmarrëse? Këta garues që janë aty, këta janë punëtorët e sarmës. Punëtorët e sarmës të kompanive të vendeve tyre, punëtorët e sarmës të shteteve tyre. Kemi pas për shembull ekipin e Ukrainës. Keni parasysh, ata tani janë ballafaquar me sulme reale, të sulme të cilat kanë përpasoj jetën e njerëzve. Rusia ishte? Jo, Rusia është me sankcione normalisht. Ishte Ukraina. Prandaj keni parasysh çfarë ndikimi ka siguria kibernetike në Ukrainë, dronët në teknologjinë që aty zbatohen, dhe detyrat që aty janë detyra praktike, aktuale, nuk janë edhe një detyra abstrakte të shkollës, detyra shkollore, detyra reale, komplekse, detyra që nuk mund zgjidhen direkt me inteligjencën artificiale, detyra që duhet një logjik, një analizë njerëzore, pas atë të vendosin veglat e tjera. Për neve ka qenë një përvojë shumë e mirë, një dush i ftoftë për teknologjinë, për atë mburjen tonë që ndonjëherë kena që fëmijët tanë janë më të mirë, dinë me haku e tjerë, mirë po aty kemi pa që ka dhe hakera shumë më të mirë, dhe ne duhet të ulim kokën, duhet të ulimi, të vendosim durët mi tastaturë, edhe të punojmë për ta. Edhe në shumë bia ato që konsiderohen si të meta aktualisht. Kemi parasysh të gjitha këto shtetet e Evropës janë përpara neve në PISA.
Edhe mendoj që ne duhet të rregullojmë komplet sistemin arsimor, jo vetëm tani Kjo teknologjinë. punë, profesor, se tash një 16 vjeçar nuk ka kohë mëson. Studentët e juaj edhe mësojnë prej jush edhe prej kolegëve tuaj. Pra, a është një punë, si më thon, autodidakte apo çaj 16 vjeçari, si më thon, i ka disa kanale komunikimi edhe dije ku i merr ato informacione. Unë po shpresoj që ndoshta ju në një ditë i ftoni këta kolegë të studentë të pesmarsit e Kosova Cyber Team, dhe ata ta ndajnë përvojën e tyre, lejoni unë tash të ndaj për kënd vështrimit tim. Po e marrë shembull ende këtë vajzën Alia Restelicën. Nxënëse e gjimnazit Aleksandr Xhubari në Podujevë, nxënëse në klasën 11. Unë në ditën e parë kur ka ardhur dhe kur ka apliku, ajo nuk ka pas ide për sistemin operativ Kali Linux. Linuxi është një nga sistemet operative që i përdorim në kompjuter, përveç njëve që përdorim Windowsin, dikush mekun, Linuxi konsiderohet sistem bazik për mbrojtje dhe sulme kibernetike. Mirë po në kom qenë jashtëzakonisht i befasuar për të mirë në ditën e fundit në kampionat për angazhimit sajna. Edhe mendoj që Alia ka bënë progres të tashëm, edhe në krahasim me moshatarët e saj që ndoshta nuk dina çka është Linuxi, tani ajo është një përdoruse e veglave të shumta të sigurisë. Disa i kemi mësuar bashkë, por disa i ka bërë ajo me punën e vet. Edhe ky është tani ky angazhimi që rrit themi shkallën e dijes, teknologjisë, konkurrencës brenda shoqërisë tonë. Edhe unë mendoj që vetëm me logjik, punë edhe gara ne mund të ecim atutje. Gara sikur në sport. Ne përgatitemi për gara për të arritur një qëllim, edhe këto garat edhe të matematikës që i bëjmë, po edhe të teknologjisë i rrisin nxënësit tonë dhe i bëjnë krahasueshëm me të tjerë në Evropë. Ne po duam të shkojmë në Evropë, po për të shkuar në Evropë ka një çmim dhe ky çmimi është kompetenca në çdo fushë, edhe në teknologji. Por ndryshe na mund të shkojmë në Evropë, por do të bëjmë data entry, jo punë ku kërkohet dije, edhe kërkohet logjik. Shumë mirë. A të kemë falë Delfin, po a du të mja nisë për shkollave të mesme, profesor, se po e shohim që ta zonë po flitet për kodimin, për digitalizimin, në kuptimin një vishë të... Du të me nisë më herë, ndoshta. A du të me nisë prej, kur du të me nisë? Në fakt, unë me thua që kjo pjesa e kodimit, gjësisht e programimit, se mendoj që ka një dallim për kodimit dhe programimit, duhet nisë që nga shkolla fillore. Nuk është thëmë ideja që nxënësit të mësojnë një gjuhë caktuar programuese, por ideja që nxënësit të mendojnë në logjikën e kompjuterit. Ai duhet di që dikush në momente që është në një tekst në çfarë të aplikacioni, nuk është më rëndësi ju që po dini me shkruaj tekstin, por është më rëndësi që dikush e ka bë aplikacionin gati, e ka shkruar se çfarë duhet shkruani aty, e ka ndërrregulluar botonin momentin që i thani save, ku të shkojnë shënimet. Kështu që kjo logjika e ndërtimit mendoj që duhet ndërtohet nga shkolla fillore. Tani në fakt kemi vende të ndryshme që kanë futur këto lanë sepse fëmijët tanë janë jashtëzakonisht themi digital. Ne kemi ende këtë diskrepancës me shkollës dhe shtëpisë, ku në shtëpi fëmijët janë digital dhe në shkollë ende vazhdojnë me drasën e zezë. Edhe kjo është një diskrepancë e madhe e themi e komunitetit të gjithësisht e fëmijëve tanë bota dy bota të ndryshme. Prandaj unë mendoj që nga shkolla fillore, ndërsa nga shkolla e mesme duhet fusim disa tema të sigurisë. Në të gjitha. Jo shkolla që kanë, ku studiohet për teknologji. Jo, kjo duhet të jetë në gjitha sepse teknologjia sot na duhet edhe në gjimnazën natyrore, edhe në shkolla profesionale. Unë e kam kogja të vështirë të mendoj një profesion ku nuk hyn teknologjia. S'ka realisht. Është kogja e vështirë me gjetë një profesion ku thonë nuk na vjen teknologjia, do të vazhdoj këto, sepse gjithku na vjen teknologjia në forma të ndryshme. Prandaj profesioni i sarmës gjithsesi ka me pas teknologji brenda. Prandaj sa më herët që përshafojmë këto, sa më herët mësojmë logjikën si ndërtohet kjo teknologji, është më e lehtë për profesionin tonë të avancojmë atje. Me çfarë sfidash ballafaqoheni ju dhe studentët në Kosovë? Mbi të gjitha ka qenë një sfidë për mua kjo mbledhja e fondeve për këtë dorë. Keni parasysh ne kemi qëndruar atje një javë dhe kjo ka kosto të hotelit, ka kosto të biletave, ka kosto të ushqimit, ka kosto të përgatitjes në Kosovë sepse nuk është shoni ne të mbledhemi tani të ditën dhe mendoj është e rendit pak në ty studentëve që paguajmë një drekë, që paguajmë ka një Coca-Cola edhe këtë vit fatmirësisht kemi pas ta sponsor që na i kanë gjetë këto, por unë kisha pas dëshirë të kem edhe mbështetje prej institucionale, po. Po sepse shteti nuk është vetëm i këtyne, shteti është i krejt neve dhe mendoj që është një përgjegjësi pak edhe shtetit. Gjithsesi ne duhet bashkëpunojmë me sponsorët sepse kështu bëjnë edhe vendet të tjera. Ideja është që të kemi një bashkëpunim me industrinë. Ne nuk duhet ndërtojmë programe vetëm për neve profesorëve. Po këto programe duhet jenë si pasojë e kërkesave nga industria, kërkesave që janë të përditshme të sigurisë dhe teknologjisë. Prandaj ky bashkëpunimi industri duhet jetë dhe mendoj që e kemi vendosur mirë, por duhet ta kemi edhe mbështetjen e institucioneve tona.
Mirë, ku i kemi institucionin në qëtë aspekt, profesor, se ju realisht po përgatitni ushtar edhe general të sarnë, sepse lufta me shteteve tash nuk është veç lufta frontale, me armë, është ke lufta që quhet kështu, kibernetike. Pra, a do shteti me thonë këtë dore, ku është shteti realisht, edhe ku jemi ne, sa jemi të sigurt më ndaj? Kosova ka bën një progres, progres të ndjeshëm në këtë kuptim, sepse kemi bazën ligjore të mirë, kemi, sipas bazës ligjore ne duhet krijojmë agjensinë për siguri kibernetike, e cila është themeluar, po kemi hezituar tani sa vite të zgjedhim strukturat udhëheqëse të agjencisë. Kështu ne kemi agjensinë e letër, por ende po çalojmë të zgjedhim kryeshefin e agjencisë, që kish me qenë lloj prisi institucional i kësaj edhe garave, po edhe krejt fushës sigurisë kibernetike në vend. Është e pamundur, unë mendoj sot të dizajnohet mbrojtja një shteti pa mbrojtjen kibernetike. Fakt, sulmet kibernetike jo më pararoj e çdo sulmi tjetër. Sot më, jo të tanë për shumë teknologjinë e dronëve, keni parasysh ta dronë funksionojnë me teknologji, dhe në kostë dronet të ushtarët dhe njerëzit që komandojnë këta, jo njerëz zakonisht inteligjent nga teknologjia. Prandaj, siguria kibernetike është prise e çdo lufte tjetër. Edhe ne duhet, institucionet, duhet sa më shpejt të themelojnë agjensinë, të zgjedhin organet përkatëse. Ne kemi tani Shqipërinë këtu një shembull të mirë që ka rrit numrin të punësuar me autoritetin e sigurisë kibernetike mbi 80. Sa kemi ne? A funksionon? Asnjë. Ne nuk kemi, ne agjensinë kemi në letër, por ende se kemi funksionale. Hiç funksionale, mendova që është funksionale, po se kemi veç drejtori, kryeshefi. Jo, këtu kemi çalu jashtëzakonisht shumë dhe kush e bën këtë punë mungesë të agjencisë? Policia, brenda policisë ka? Brenda policia ka këto sektor të vet, kemi autoritetin rregullativ të komunikimit elektronike dhe postare që kanë këtë njësinë për siguri kibernetike, por kjo është e pamjaftueshme. Pra janë të shpërndarë, Po, kjo është e pamjaftueshme. Ne duhet njekun rregullat e vendeve të BE-s, ata kanë themelu këtë agjenci, dhe në këtë garë vinë zyrtarë përfaqësues të agjencive. Të njerë, kjo është garë zyrtare, po mbi të gjitha ka qëllim vëdësimin edhe ngritjen e kapaciteteve. Nëse duam të garojmë me ekonominë e Amerikës, nëse duam të garojmë me ekonominë e Kinës, ne duhet i kemi nxënësit dhe studentët që dinë këtë teknologji. Edhe kjo teknologji zotërohet vetëm kur ne përgatitemi për ta. Dhe gara është forma më e mirë e përgatitjes. Ne këto e dimë edhe nga sportet. Sportisti i mirë mund të shtron, por motivi për të marrë pjesë në garë e rrit intensitetin e përgatitjeve. Dhe kështu tani rritim intensitetin e përgatitjes të fëmijëve tanë për tregun e punës. Profesor, kur ndëgjojmë gjithë këto probleme, po them se kemi marrë pjesë në këta kampionate, se vërtet është vullneti gjithmonë që i mund të gjitha edhe s'ka kush që na ndal. Po, cilat janë pritjet nga kjo garë? Pritjet tonë ne kemi analizuar vitin e parë, të them drejtën, vitin e parë ne kemi arritur të zgjedhim një detyrë nga shumë, edhe kur kemi ardhur ka pas shumë debate, në fakt ka pas edhe diskutime edhe me komentarët e komunitetit, ndoshta me lënë krejt. Ndoshta e lëm krejt, s'po marrim pjesë, na jena më të mirë, na jena hakerat më të mirë në Evropë, dhe këta pjesa tjetër e Evropës janë s'po din çfarë po bojnë, na e dinë çfarë po bojnë, por unë mendoj që kjo kishte qenë gabim i madh, edhe ne kemi pranuar që po s'kena performuar mirë, por e kemi pa ku jo në Evropë. Pra, ne mund ta abstrahojmë problemin, por nuk e zgjidhim. Vetëm që na jena më të mirë, fëmijët tonë më të mirë. Hajde të shmoj që je më i miri, se s'mund të zhvillon më i miri me kë. Krahasuar me kë. Po. Edhe unë mendoj që ne kemi reflektuar vitin e kaluar dhe ne kemi bërë tani një plan që të bëjmë, themi një plan 5 vjeçar. Dhe ideja ime dhe plani im, së bashku me kolegë tjerë, është që për 5 vite ta marrim Kosovën, ta bëjmë ndoshta në gjysmën e tabelës. Okej. Keni parasysh asa përgatitemi ne, edhe më shumë ka më përgatit Gjermania, Austria, Zvicra, Franca, Italia, me gjitha ato resurse. Nuk është që rrinë ata me na prit neve deri se ti rrinë. Prandaj qëllimi temi vizioni im është që për 5 vite Kosovën ndoshta ta vrim të gjysmën e tabelës. Nuk them shefim tani këtu dëshirën për të renditur në top 10 dhe në top 5, por kjo ka me qenë shumë e vështirë. Unë po them ka me qenë, mos me thonë, pa mundur të arrijmë Gjermaninë, por ta zvoglojmë hapësirën mes neve dhe Gjermanisë, unë mendoj që është shumë e mundur, edhe caku jonë është çdo vit të përmirësohemi, çdo vit të zgjidhim detyra më shumë, të hakojmë server më shumë dhe të afrohemi vendeve lidere. Ama paralelisht, profesor, kjo është një rrugë gjykoshe, se ti mund të dalësh i merr, nuk e di, për shembull, e merr një përforcim prej Gjermanisë, edhe një prej atje, edhe deli pari në garë, po mandej nëse nuk i brenda kapacitetit institucionale, çfarë po të vijë ajo? Jo, pra, ka kuptimi, nuk e di se po marrë autoritet. Do të reflektuar në mbështetjen nga shkollat, nga universitetet, nga shteti, sepse diçka e tillë që po bëjmë ne nuk është pse blerimet ju ka tek dhe pedon e ka profesioneve.
po është diçka që Prandaj, krejt po. venet e BE-s e bëjnë sepse teknologjia është gjithkund. Ne sa po dalim, kudo që shkojmë kemi ndërveprojmë me teknologjinë. Dhe paramendoni nëse aty ndodh një gabim, ndodh një lëshim, më vjen një personale pa autorizuar, merr gjitha këto shërbime. Kështu që për me siguru këto, na vijnë vetëm kompetencë. Nuk mundemi ndryshe të konkurrojmë as në Evropë, as diku, vetëm me kompetencë. Edhe këto arrim me punë, duke pranuar rezultate, duke pranuar gabimet, reflektuar prej gabimeve, edhe në rand të parë ne profesorët, në rand të parë unë, edhe këto kolegët të tjerë, po edhe shkollat e mesme, edhe sistemi arsimor. Gjithë nuk duhet të vetkënaqemi me rezultatet që i kena në shtëpi, që i kena në lagje, dhe që konsiderojmë që djali, vajza ime është shumë e mirë, din me bo këto. Kur analizon pak me profesionale, e shet që ai ka boni login edhe ka boni buton save, nuk ka diçka më shumë. Por pyetja është kush e ka ndërtuar sistemin. Me qartë, po. Mirë, prof, shumë faleminderit. Shumë. Faleminderit shumë për Sigurisht kemi me qenë këtu me ju përcjell nga afër. Faleminderit shumë. Faleminderit për mbështetjen e vazhdueshme që kam nga ju. Me shumë kënaqësi sigurisht. Mirë,